Fenomeni rrallë. Mijëra zogj fluturuan në errësirë para se 2 tërmete të mëdha të godisnin Filipinet. Të paktën 8 persona kanë humbur jetën në Filipine pasi 2 tërmete të forta goditën në rajonin jugor të vendit me disa orë diferencë, ndërsa banorët e zonave bregdetare u urdhëruan më herët të evakuohen pas një paralajmërimi për tsunami. Një tërmet i dytë i fuqishëm me magnitudë 6.7 goditi rajonin jugor Mindanao vetëm disa orë pasi një tërmet me magnitudë 7.4 kishte goditur të njëjtën zonë, duke shkaktuar alarm për tsunami dhe evakuime masive në zonat bregdetare. Vlen për të përmendur se një fenomen i rrallë ka ndodhur përpara se 2 tërmete të mëdha të trondisnin Filipinet jugore të premten. Mijëra zogj fluturuan në errësirë.